Këtu ishte për herë të parë kur ne u ndeshëm me qeramik. Nga këtu nisë çdo gjë. Këto ishin, mund të themi, fragmentet e shumta prej tjegullash që na çuan për të menduar se ndoshta mund të ketë pasur edhe një ndërtesë këtu pranë. Mu gjej rastin të falenderoj, madje është një thirrje që për të gjithë dashamirësit, të gjithë ata që dashurojnë këtë vend dhe kulturën ilire, kudo që hasin qeramikën të vjetra, të njoftojnë në muzeun më të afërt. Pasi kështu i bën nder edhe këtij kombi. Momentalisht jemi duke vijuar me gërmimet arkeologjike në kodrin e Pusit, në fshatin Muriz, Peqin, bashkisë Lushnjë. Jemi në javën e tretë të gërmimeve arkeologjike në këtë sit arkeologjik. Momentalisht jemi duke evidentuar nëpërmjet sondazheve arkeologjike shtresën e rëndë të një çatie. Nuk e kemi ende në idenë ose me çfarë kemi të bëjmë, nëse jemi të bëjmë një monument kulti bazilik në shumë potencial ose të një banese ose kasole në disa raste të tjera. Besoj se do vazhdojmë edhe për një javë, mbas edhe për disa ditë të tjera, për të ekspozuar sa më shumë dhe për të përftuar sa më shumë informacion në lidhje me sitin që kemi evidentuar në këto 2 javë, 3 javë që jemi duke kërmuar. Sa kohë do duhet të zbulohet më tepër ky lloj siti për të nxjerrë një përfundim çfarë është? Nëse kemi të bëjmë me një bazilik ose me një banesë e cila është pak e përmasave e mëdha, do na kërkoj disa kohë. Gjithashtu kërkon edhe një financim pak më të madh në disa raste të tjera. Por megjithatë, nëse vazhdojmë me këto hapa, pak a shumë 1 muaj kohë duhet, mbas edhe më shumë në varësi gjithmonë të potencialit që edhe gjithë kodra mund të ofrojë. Megjithatë, neve jemi duke bërë thjesht një gërmim shpëtimi, pasi kjo ka qenë iniciativa kryesore e këtij projekti ose e këtij gërmimi. Dhe më pas me përftimin të dhënave arkeologjike, do përpiqemi të zgjerojmë ose të përpiqemi të kuptojmë pak më shumë në thelb me çfarë kemi të bëjmë. Çfarë do të thotë gërmim shpëtimi? Ndryshe nga gërmimet e tjera të cilat janë me karakter shkencor, gërmimi i shpëtimit fokusohet vetëm në rastet kur kemi rreziqe të siteve arkeologjike. Në rastin e këtij tereni, bashkia ose Gurorja përftonte ose merrte material inert për të bërë shtrimin e rrugëve ose çfarë i nevojiti. Në këtë mënyrë kemi një gërmim shpëtimi për të spostuar dhe parandaluar njëkohësisht edhe marrjen e inerteve dhe njëkohësisht për të kuptuar çfarë kemi të bëjmë në këtë sit. Është evidentuar gjatë 2024 nga vëzhgimet arkeologjike që janë bërë në bashkëpunim me Departamentin e Arkeologjisë në Fakultetin e Historisë Filologjisë, ku në sipërfaqen e kësaj kodre janë evidentuar materiale arkeologjike, kryesisht qeramike dhe tegulla, të cilat dhanë dhe iniciativën e hapjes së këtyre sondazheve arkeologjike. Cilës periudhë i përkasin? Kryesisht nga materialet dhe nga tegullat, jemi të periudhës shekullit 4-6 pas Krishtit, pra antikiteti i vonë. Ndaj edhe jemi në atë idenë që mund të themi se jemi në një bazilik ose të një banesë pak a shumë modeste. Janë hasur zbulime të tilla në këtë zonë ose në Shqipëri? Normalisht, për sa kohë nuk kemi një arkitekturë, nuk mund të flasim dot për paralele të ngjashme. Por nëse kemi për bazilika në këtë zonë do jetë diçka e re dhe do shtohet një pikë e re për sa i përket bazilikave. Për sa i përket banesave, po kemi terma, siç është në rastin e Belçit, që janë 2 terma, njëra në Trojas dhe tjetra në Ras, si dhe në fshatin Zgjan që është pak këtu më poshtë. Shumë i drejtë. Në këtë vendbanim i lirë, do ta quaj, u arrit krejtërsisht një banor i zonës nga fshati Gjolen erdhi në njoftoi në Muzeun e Lushnjës, që diku këtu pranë ka ndalur qeramika. Ashtu siç u bë dhe zbulimi i Zgjanës, nuk e neglizhova, erdha për të parë vetë se për çfarë bëhesh fjalë. Tjengullat, tullat që ruheshin të plota, madje 2 janë të ekspozuar sot në Muzeun e Lushnjës. Na dhanë informacion që duhet të ketë diçka më tepër se si gjetjet e rastit. Ndoshta jo tamam var, po ndonjë strukturë.
Bashkia e Lushnjës sinjalizoi tek IKTK-ja për të bërë verifikimet e mëtejshme dhe pasi u bë verifikimi i zonës 3 vjet më parë, këtu hasëm këtu poshtë në objekte prej neoliti dhe çfarë shikojmë sot që kemi gjetje të periudhës qytetare ilire që filloi nga shekulli 3-2 para Krishtit, me një vazhdimsi deri në antikitetin e vonë, pra janë gati 6 shekuj vazhdimsi. Kjo është një pikë e re, shpresojmë që në rast se do të dilte ndonjë strukturë, bashkë me atë të zjarnës, do ishte mirë që ne t'i shpallim monument kulture të bashkisë Lushnjës. Pra aty është kjo për bashki. Po do t'ishte 2 pika të reja arkeologjike dhe mund të përdoren shumë mirë për turizëm, për t'ia treguar edhe turistëve, por edhe banorëve dhe fëmijëve që janë shumë të interesuar në këtë zonë për të njohur me pararësit tanë lirë. Sa ditë duhet kërmohet për të dalë diçka konkret? Shpresoj që edhe moti të na ndihmojë. Besoj edhe disa ditë të tjera, mendoj edhe një javë tjetër, do të na mundsoj ta sqarojmë përse bëhet fjalë. Deri tani janë gjetur monedha. Ato ende nuk janë pastruar për t'i parë se çfarë tipesh ku futen. Por të gjitha objektet që do të zbulohen do të vendosen për ekspozim në Muzeun e Lushnjës. Aty ku është vendosur një tingull e madhe, e plot, me simbol, dhe një tull që ka dalë nga ky vendbanim. Faleminderit dhe ju. Nefe, o dërtor, çaj nefe. Ku çu stash ja? E kapët parën, e? Na gjoce tha, Diona. Gjoce tha. Pyte i thash drejtorit, kjo filan ku këtu i thash. Po që ti mos t'jam u këtu? Ma gjetjet e, mos që t'jem nga tjertë, he? Lorë, kasë për gjithë. Po për gjithë që këtene, se për që për dërmote, ka i kap kasë më dre, këte boj që këte, për që kapi kasë më dre? Kënë dërshoj, e mërë ja, sa ti një në shme, dhe kapi... Unë jam profesionet ato të pësorës të një. Se të në me 30 kërkesa për të. Ka në kërkes tjetër edhe? Ja, mu? Ja, fuzë shokë dhe në E, sa herë, po, a i u sote? Që jam para kamera, po? He? Pore. Ujë, asë qikë s'kapë. Këta do filloj. Kvadrati këtu. Po do të hapë feste, po ta kishim pa. Ola. Duke si, e kishim si duke. Sa ta gërmoj ato të dalim murja ndej. Shumë gjasa. Një trim. Laci, big problem. Po s'do.